Përshëndetje Antela, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Atëherë, ç'mund të thoni për karrierën tuaj në fotografi? Kam filluar që fillim për qef, si pasion, e që më pëlqen shumë vlorat e detit. Po me kalimin e kohës, hapën ekspozitat në Vlorë, në Bashkia, dhe ta provoja. Ta provova, që shumë që bukur. Vazhdoj ta provoj akoma, sepse jam në pushteti. Po. Atëherë, sa e vështirë është që të bësh fotografi? Është shumë e vështirë. Dhe shteti nuk të ndihmon fare, por të ecë më përpara. Pra do në çdo gjë... Çdo gjë duhet të japin fonde, duhet të japin hapësira për ekspozita, për të patur mundësi që të njihesh me njerëzit. Nuk të ndihmon, duhet ta bësh vetë, ti e dalësh vetë mbarë. Po, juve keni një album së fundmi për vit të ri me foto? Kam një kalendar, po. Po që nuk po mecën, që ta shes në Instagram, në Facebook. Pra me fotot të qytetit Vlorës? Po, të Vlorës. Atëherë, si i ruani këto vendet e bukura, si i gjeni? Me syri, me katë syri. Nga deti, më shumë, pëlqen shumë deti. Po. Juve keni një fotograf që... Aparat? Po. Jo, s'ka problem. Nuk keni fotograf që ndjek në rrjetet sociale, që është... I keni vetë pasion, po. Shikohet fotografia si biznes në Shqipëri? Po, edhe shikohet, po, jo në Vlorë. Nuk shikohet në një vend tjetër që mund të jetë më i zhvilluar se Vlora. Vlora është qyteti i vogël, nuk shikohet. Po. Atëherë nga ju lindi ideja që të bëni një album fotografik për qytetin e Vlorës? Nga pasioni për Vlorën. E dua shumë. Edhe nuk kam ikur kur nga Vlora. E kam shumë qejf. Po, kryesisht çfarë vendesh bëni fotografi? Për detin. Detin. Perëndimin e diellit e kam shumë qejf. Po. Ky zhvillimi teknologjik i celularëve, po themi, i tabletëve, e rrezikon fotografinë sipas mendimit tuaj? Po, shumë. Rrezikon shumë, inteligjenca më shumë. Po ai që ka pasion dhe e bën më vetë, më mendoj se ndikon fare. Pra, njeriu që ka pasion vazhdon me pasion. Po, sa më shumë të vazhdoj, më ta humbas kënaqësinë për ta bërë. Çfarë mendimi ke për realitetin shqiptar sot?